Në 48 orë Zvërneci është kthyer në kryeqendrën e krizës, një krizë që nisi si një sherr i zakonshëm lokal. Më pas, fal një incidentit panevojshëm, u shndrrua në një ngjarje kombëtare. Dhe befas më vonë doli edhe me efekt rajonal. Më në befasi nga të gjithë duket se u kapën socialistët. 3 deputetë të tyre reaguan të parë, të përhershmi Braçe, një deputet e Çapkën e Vlorës, por rasti më flagrant ishte edhe reagimi më i ashpër. Ai erdhi nga një deputet socialist i cili pretendon se përfaqëson Çamërinë dhe interesat e Çambe në Greqi, por që në fund doli në mbrojtje të një shtetasi grek dhe pronës që ai pretendon në Zvërnec. Dhe gallata nuk mbaron këtu. Për herë të parë, pas disa vjetësh, edhe Fredi Beleri ishte dakord me Ardit Biton, me ndryshimin se pro-pronave të shtetasit grek, Fredi Beleri reagoi dyti. Pasi 24 orësh, zinxhiri të rastësive i dha fund Rama, i cili ironizoi faktin se protesta e Zvërnecit mori një mbështetje nga Greqia dhe për herë të parë pranoi një gjë që refuzon ta pranojë prej disa vitesh, se këtu nuk ka më rasti, por bëhet fjalë për një skenar të organizuar. Por nga kush? I pari që duhet përjashtuar nga skenari është vetë roja private, idiotësia e cilit sot u ndëshkua me burg edhe nga gjykata. Jashtë quajturi shtetas grek me pronë në Zvërnec, ndoshta do identifikohet nesër, por aftësia e tij për të shfrytzuar në maksimum profesional rolin e viktimës për shkak të dhunës idiotit policisë privat është për të përshëndetur. Sigurisht, edhe na vë pak në mendime. Gjithashtu tek jo rastit nuk mund të mos vendosur situatën jo larg Zvërnecit, ku 2 shortak në biznes janë kthyer në partner në krim, duke njolosur rënd investimin strategjik në aeroportin e Vlorës. Pra, të pakënaqurit në atë zonë nuk lidhen thjesht direkt dhe vetëm me tokën Zvërnec, por dhe me interesat e lidhura me të. Fakti është që Greqia nuk ka një interes posaçëm për aeroportin e Vlorës, i cili do ta nxirrte menjëherë jashtojë atë të Korfuzit e bashkë me të dhe turizmin në gjithë të zonë të mrekullueshme mes Adriatikut dhe Jonit. Por shkon dhe përtej kësaj. Shqipëria ishte dhe është një pikë delikate të integrimit dhe çdo njollosje e saj i pëlqen më shumë se një vendi në rajon dhe më gjerë. E fundit e jo më pak e rëndësishme, goditja që jepet investimeve amerikane. Edhe këtë e dim se kujt i kombinon. Dhe kjo shkon edhe përtej Ballkanit, deri në Moskë, për fat keq me jehon edhe në një kryeqytet europerëndimor. Çuditërisht sot e vetmja mbështetje e hapur qeverisë erdhi nga Sali Berisha. Si duket i tremur nga cilësia dhe sasia e numrit atyre që protestuan në Tiranë, si dhe refuzimi që ata i bën mbështetjes tij, Berishës u duk me udhë të shfaqet si konstruktiv dhe si pushteti, se sa të përkrahte një kaos publike. Por doktori tashmë është i parëndësishëm, sidomos kur vjen puna te aksioni opozitar. Mësimet sigurisht duhet i nxjerrë qeveria. E para, vendimet tilla si ai i Zvërnecit dhe i Sazanit kanë nevojë të jenë transparente dhe Edi Rama e bëri sot këtë ndonse me pak vonesë. E dyta, Edi Rama duhet të komunikojë me protestuesit pasi jo çdo protestë ka fytyrën e Sali Berishës. E treta, Edi Rama duhet të konsolidojë majorancën e tij politike, e cila u duke hallakatur shumë këto 2 ditë. E pesta, kryeministri i një vendi nuk mund të flasë në ajër për ndikimet huaja, ai duhet paraqes fakte dhe denoncojë influenca të tilla antishqiptare që cënojnë investimet huaja dhe sigurisht edhe sigurinë kombëtare, në politikë, në jetën publike dhe në media. Dhe në këtë kuadër, kjo qeveri duhet marrë masa urgjente për të forcuar pikërisht sigurinë kombëtare, shërbimet inteligjente, pasi si thot vetë Rama, ky është një moment i artë për Shqipërinë, dhe për këtë jo të gjithë janë të lumtur. Edi Rama duhet kuptojë se kjo është një luftë, së cilës duhet të përgjigjesh me aksione konkrete dhe jo me deklarata emocionale largimesh, si ajo sot. Nëse ky është momenti më i mirë i Shqipërisë, kryeministri i saj ka detyrimin më shumë se të gjithë në tjerët që të marrë përgjegjësitë, jo thjesht kushtetuese, jo thjesht politike që ja kanë dhënë shqiptarët me votën e tyre, por dhe ato individuale patriotike për të mbrojtur vendin dhe momentin e tij të ardhmë, politik, ndërkombëtar dhe ekonomik, nga për fat keq armiqtë shumë të brendshëm dhe të jashtëm të Shqipërisë. Për këtë do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Regjistor me mua sonte në program janë Arben Meçi, mirëmbrëma Meçi. Mirëmbrëma. Stavri Magu, mirëmbrëma Stavri. Mirëmbrëma. Skënder Mëngjozi, mirëmbrëma Skënder. Dhe Frokçu, mirëmbrëma Frok. Mirëmbrëma. Meçi, doja të nisja me ju. Lidhur me fjalimin e Ramës sot, po doni dhe mund të ndjekim një insert shkurt të tij, mesazhet që ai dha dhe për situatën e krijuar pasi le të themi edhe sot pas ditës kemi patur një protestë ku le të themi pjesëmarrja ishte reale dhe ajo që më bëri mua përshtypje është fakti, por kjo është pastaj diskutim që s'dua të hapim tek tjetër diskutimi, ishin pjesëmarrës të hekurosur, pra njerëz normal me fëmijë në krah, burra dhe gra, asnjë policë që i shoqëron dhe vërdall,
se policën në Koshqeqoni një 50 veta protestës Berishës që marshonin nga rruga Kavajës. Ndërkohë, këta tjerë te ishën dhe vazhdojnë një protestë, cila nduke është normale. Por natyrisht tema është delikate. Çfarë do nga unë tani? Një koment për situatën e krijuar. Për situatën po fjalën e Ramës. Edhe për fjalën e Ramës. Në fjalën e Ramës pati disa elemente të cilët janë për të analizuar. Në mënyrë posaçme ai distancoi komplet qeverinë dhe strukturat policore nga aktet antiligjore të kryera, qoftë nga strukturat e policisë private, qoftë nga strukturat e policisë shtetit, duke mbështetur heqjen e licencave, duke penalizuar dhe qëndruar larg sjelljes së një polici dhe duke kërkuar marrjen e masave për policinë e rendit, që është përgjegjësi drejt për drejt e strukturave të tija. Dhe natyrisht, me këtë lloj qëndrimi dhe me këtë lloj distancimi, unë virem në diskutim mbi filozofinë e protestës. Sepse dje unë jam prezantuar me 4-5 opsione të protestës. Opsioni i parë, që është një investim rus me prestanome, dhe dolën prova dhe umbush media me këtë tezë. E dyta është që është një investim izraelit i cili do të marrë palestinezët nga gripi, do t'i sjellë Shqipëri dhe kjo është një koloni. E bile, do ju nxjerr një foto, një nga fotot e protestës që më bëri dhe mua më shumë shtypje, po. E treta, unë ngritën probleme pronësore që për herë të parë po e dëgjoj nga individ, se deri më sot nuk kam dëgjuar dhe nuk ka çështje gjyqësore për çështje pronësore në atë vend. E katërta, u fol për cënim të ligjit mbi mjedisin. Dhe gjithë ta aktorë që në vetvete janë nukle, u bën së bashku, morën sapatën dhe kësaj sapate u shtu dhe një faktor shumë i rëndësishëm. Dhe te ky faktor i rëndësishëm unë shoh pikën e bashkimit dhe njëkohësisht të organizimit që është shteti grek. Në qoftë se më lejon, unë regjisi kam dhënë një fotografi tani në këtë moment, qoftë se nxjerr atë fotografi. Po, në atë foton që ka dhënë zoti Meçe, po. Megjithëse unë s'e kam parë akoma, po. Jo, sa ke parti. Okej, po e shikoj, Sapo doli? Flisni për këtë që është në ekran. Shive tani. Kjo është protesta sot. Kjo është foto e sotme? Sotme. Sepse oqi, store, sortë, stond, zvërnec, e tjera. Pra këta këtu, ja ku e ke shkrimin, janë protestuesit që ke sot protest. Janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autobus. Sa veta bëjnë? Nga Greqia sot, tani, qa mund të vazhdojnë biset më tutje sot? 500-600 veta minimalisht. Çfarë mund të... Po këta po vinë nga Greqia, po strukturat greke që janë aktive sot në Shqipëri, ja këta e bëjnë protest në atje. Prandaj kjo protest, dhe ju me drejt kapët problemin e shtetit shqiptar atje që duhet fuqizoj skemën, sepse këto autobusa kanë qenë edhe për zgjedhjen e Berlerit. Këta autobus kanë qenë. Në këtë formë dhe atëre, dhe i kemi fotografitë asaj kohe. Dhe në qoftë se ne jemi përpara kësaj situate, ku protestën po organizojnë njerëz të sjellë nga Greqia, çfarë morali ka kjo protestë? Në qoftë se sot media është mbushur sot media, me izraelit, me kufi izraelit, me pushtim izraelit, me koloni. Po e kemi edhe foton e Ramës, veshur si nga individ, të cilët prej kohësh që kemi vënë në debat çfarë përfaqësojnë Republikën e Shqipërisë. Dhe në qoftë se kloun të politikës shqiptare dalin me ta shquajtur në çështje mjedisore, unë në pak duhet jemi qartë. Përse do flas? Do flas për problem pronësor, do flas për pushtimin e Shqipërisë, do flas për këta rusët që po investojnë në Shqipëri, do flas pastaj për mjedisin, apo do flas për këta këtu? Nxjerrë edhe atë foton, lutem. Për këtë do flasim, dhe kjo foto këtu, kjo foto që nxorë tani ju, ku është në cilën nga pika është kjo? Kakavi. Nga njerëz që janë prezent aty më dërguan. Jo, se duket nga Parulla. Po jo, po them unë. Gjithë kjo kontingent sot është prezent. Është dhe linja, Athin Vlorë, sot aty.
Athin Florës. Është sot kjo linjë, Po shoh atë. po them, e keme parull me gjithë organizuar nga shteti grek. Çfarë ti ve emrin asaj masë që sot të shumë atje? Çdo shteti grek i cili angazhohet në politikën shqiptare të mjedisit. Ç'është kjo deklaratë e shtetit grek që ndryn punë të brendshme të Shqipërisë? Edhe këtu kemi thënë gjithmonë, kujdes nga greku. Dhe këteja kemi dhënë mesazh kryeministrit të Shqipërisë, zotëri. Kujdes nga dhurat e grekut. Sepse tani futem në konflikt në interesave. Po, ai rezort është pasuri e madhe për Shqipërinë dhe unë do të jem tani, kam qenë dhe do të jem në mbështetje të tija. Sepse unë e di mjaft mirë çdo të thotë të bësh një investim. Ajo që ne i kërkojmë qeverisë shqiptare dhe që unë ja kërkoj me insistim dhe ja kam kërkuar është transparencë. Po, këtë duhet ta kishte bërë. Pra, bërë ajo sot, gjë, po, e bërë sepse sot, kjo po, është një vlerë në Shqipëri, po. është një mrekulli në Shqipëri. S'ka pse fshirë. Dhe unë pyetja që bëj këtyre protestuesve është, zotërinj, a jeni që të bëhet ky investim? Kjo është pyetja. O që thon ata. Oqi thot ai. O që thon ata. Oqi, edhe ta thot greqisht. Thon ata. Po. Oqi ata. thot. Oqi Thon ata. rezort në Zvërnec thot. Jo, po një sekond se ka Stavri, vetëm një sekond. Vetëm një sekond Skënder. Ine Heleniki Pron greke. pron greke, pra? Pra Zvërnec është pron greke. Po. Po duket E tha, shiko se ta ministri jashtë me greke mos zotni. Një sekond, pritesh. Ty mund të ketë shteta homogjene të tjera normal, s'ka ne se edhe mund të ketë, nuk ka ne gjë. Unë e di, ndryshe nga Rama, unë e di që në Nart ka një komunitet. Ne e quajmë grekofon, ata mund të jenë homogjen, pastaj kjo është interpretimi. Po duket normale kjo Stavri? Nëse kjo foto që nga unë shikoj për herë të parë me thënë vërtetën. Demokracia me mendimin e kam vetëm unë e kam. Nuk e kam media fare, e kam unë vetë sot dhe desha ekskluzivisht ta nxjerrja tek ty. Për të treguar përfundimisht shive çfarë ndodh. Jo, në cilin Me kakavi. Po si është kakavi, se kuptoj unë këtë kush. Tani se kupton atje është. Po jo, e marrin për të qenë, s'ka problem. Po. Okej. Tani, Nuk është montazh, ë? okej, s'ka problem. Kudo që tjetë Stavri, edhe Tani nëse është qatë boto, edhe 4 është... autobusa apo jo? Jo, ke 10. më shumë. 10. 10 autobus. Mësoj për 40 sa janë ata? 400. Po mos mbaj një autobus 40 veta o Stavri. 50. Mbaj çik Po më shumë. shkërën si ka. Mbaj çik më shumë. Po ja quaj 50 veta. Jo, Ja të quaj them 500. të them ty një diçka. Sipas mendimit tim, gjithmonë kam Po mendim. patjetër diskutohet. Zona është njohur sipas Konventës së Këshillit të Evropës më 18 nëntor të vitit 2016 është njohur si zonë që jetojnë grek etnik. Janë 920 persona nga fshati Zvërnec, 4200 nga Narta e disa të tjerë nga Poro dhe Lisufa. Do të thonë, në atë zonë atje njihej historikisht neve të paktën që sa që luante futboll në kategorinë e dytë Narta Adriatiku me vërtetimin e Marsa dhe bëj fest e eshtur. Vite 70-80, që ishim në Dvejlë, në ndishtim. Kështu që në atë zonë është jashtë zonës, ajo është një nga çështjet që Greqia lufton që duhet të heqim të larg këtyre zonave, sepse janë terminologji e vjetër diktaturës e tjera. Po nuk ka zonë, më fal, me konventa ndërkombëtare nuk ka zona minoritare më. Si koncept ka rënë. Atëre ta kërkojnë në Ministrinë e Jashtme ke kapitulli 4 faqja 50. Nuk ka më në atë konceptin dhe të njohur nga shteti shqiptar, nga përpjekjet që ka bërë zoti Koqias që ato vit që kaloi edhe kuadri ligjor i minoriteteve të tjera. Nocioni i zonave komunitare. Sepse quhen është koncept diskriminues kur ti një zonë e konsideron të limituar dhe ekskluzive vetëm për një grupim. Prandaj, kjo është nuk ka këtu ndonjë atëherë ta bëjmë diskutimin ndryshe. Atëherë bie që pas protestës që nga vërtet Greqia. Jo këta, po 100 autobusa të vinin. Kur po drejtën e pronës nuk pyet njëri. Okej, s'ka. Janë plotësisht. Po jep pronar ose ata po kërkojnë drejtën e pronës në Shqipëri dhe këtë protestë po organizon Greqia. Ky është konkluzioni. Jo më organizon vetë, pse thonë Greqia. Dhe ç'është më kryesorja? Këta njerëz, kaq kaltroje janë ku në Pararoj vendos Qamëria Shqipëri. Këta, Qamëria Shqipëri këta. Pse? Se mbas asaj Qamëria Shqipëri është kali Trojës. Atje është maskarllë. Ju lutem regjia. Stari, vetëm ka një gjë. Tani, ata që kanë dalë sot protest, thonin nga Qamëria te Shafa Mollës, jemi shqiptar. Pra, Qamëri na prit se po vin. Tani ta kuptojmë. Këta janë pro Qamëris apo këta janë atje ka pas shumë grupe interesi. Pro pronës së Greqisë. Atje ka pas shumë grupe interesi.
Do të thënë çamët e grekët janë bashkëpunuar. Ka pas grupe ambientalistësh, ka pas grupe Kush ishte grupet ambientalist atje? Sazanguri? Gati kushdo që tjetër. Mos më thuaj grupe. Mos më thuaj grupe. Po jo. Në emër të saj. Në Parulla nuk ka asnjë shenjë. Prandaj thash 5 çështje tashun. Kë do marrim ne? Kë do marrim? Po kjo është diskutojë Rama. Megjithatë kjo do ishte se ai aty normal pra. Do një shtrat. Normal pra sepse 400 veta që të vinë nga Greqia aty, minimalisht. Nuk shka që kollajshme kjo të... Për bëjnuk, dhe këta janë dokumentuar. Dhe këta janë ajo pjesë e cila vjen nga Greqia. Po mos harrojmë që ata janë prezencë në Shqipëri. Dhe prandaj po them, kjo nuk është protestë e popullit të Vlorës, i dolën shumë njerëz e thanë, protestë e popullit të Vlorës, jo zotë. Një sekond. Atëre ta sërëm, ndoshta un kam qenë në fundjavë në Vlorë. Dhe këtu unë jam i prerë për këtë punë, prandaj futëm në debat tjetër. Un kam qenë në fundjavë në Vlorë. Kam takuar vlonjat, me thënë vërtetën, nuk takova dikoj që të thoshte që po ndodh kjo protesta, se në fakt, ajo protesta 30 veta ishin 40 veta. Sa të që tjenë, unë respektoj dhe protestin e personi, po mos që ndodha ajo idiotësia e ati rojes private, po ama nga ana tjetër Skënder, ajo idiotësia e ati rojes private, mos zbulon faktin që praktikisht kjo protest nuk bëhet fjalë për dhunën që ushtruan mbi atë me protestuesin, e cila është e dënueshme dhe gjykata sot e Lamburg. Po pas ka qenë diçka tjetër. Jo investime në Zvërnes, Zvërnesi është tokë greke. Ka njerëz janë pretej sot. Është pronë. Kaq më duhet mua. Pronë, se pa na pyeta starve, është pronë greke, po. Qofse i hym folklorit etnik dhe nacionalist, gjejmë gjëra dhe më të rënda se kjo besojmë. Dhe i gjejmë gjitha korat, ka pas dhe do të ketë. Unë këtë ngjarje e shoh si një produkt të disa frymëzimeve dhe disa shkaqeve. Natyrisht që ndërhyrja e shtetit grek për rastin e dhunimit të atij personit nga rojet e sigurisë ishte e drejtë për drejtë dhe si gjithmonë. Dhe atu përmend shtetas grek 1 dhe pronë për të pronën e tij 2. Dhe pronën e tij 2. Domethënë tash ishte këtu gjithmonë në këto lloj deklaratash ajo që vihet në diskutim është sovraniteti një shteti tjetër në fundit. Sepse Shqipëria është sovrane jo më në Vlorë ku ka ngrit flamurin, por shumë më larg se sa Vlora në veri dhe në jug dhe nuk është fare ky lloj diskutimi. Kjo është një përdorim i shëmtuar politik, cilit Rama i ka dhënë një përgjigje dhe qeveria shqiptare me administracisë jashtme ka dhënë përgjigjen e vet, dhe që unë mendoj se është ndër frymëzimet negative relativisht të parrezikshme që ka kjo ngjarje brenda. Këtë bindje kam. Do të thotë, ne sot ndodhemi në një situatë si shtet, kur vitet 90 që ne na destabilizonin, sa po vinte një deklarat nga Athina, sa po vinte kërcënimi për një operacion fshesa, sa po shfaqeshin autobuzët me emigrant palishëm shqiptar, ekonomik, në Kakavi dhe në Kapshtic, që i kthenin mrapsh me qindra dhe me mira, unë mendoj nga ai moment Shqipëria ka kaluar, jemi bërë antar të NATO-s, e kam thënë në këtë studio, do të them, që kemi konsumuar një përplasje si që ishte ajo e Fredi Bellerit, ku ne diplomatikisht kemi dalë fitimtar, tjetër punë pastaj, se që ka ndodhë. Unë dakord, po unë këtë foton e shoh me shqetësim, me thënë vërtet. Kjo nuk pare në emron, nuk pare në emron këthim të mirë. Kjo është, da e shqipoj unë. Shqetësimi nuk është klime mirë. Shqetësimi është, dhe natyrisht. Dhe të vish pas javë parë diskutuam që është më e mira, klima më e mirë, etj. Tani të lutem. Për masa e investimit Sokol, bënd që të rrudhen shumë buzë në Ballkan. Nuk diskutohet kjo. Për masa është shumë e madhe. Do më 4 miliard euro për një vënd si Shqipëria... 4.5 të rama sot. 3.5. 4.5. 4.5, aq më keq. 4.5 janë mbi 60%, mos më lejo të gaboj, e buxhetit Shqipërisë, vjetor. Aq flitet që do të jetë ndikimi i kësaj në GDP. Është 1/4 e GDP-s, sa kushton vendi? GDP-s po them për buxhetin. No, po mirë, por dhe GDP-ja ka vlerë të është 60% e buxhetit shtetit. Pra është shumë. Tani, po t'i vim edhe atij pretendimi që vjen nga pala greke, nuk vjen aq shumë pretendimi tek dhuna se sa vjen tek pronësia mbi tokën. Po pra, ka përcy shpejt tek pronësia, po. Unë mendoj Sokol që duke heq manipulimin ndërshtetror, po të vim ta shohim si një ngjarje shqiptare, e vetmja gjë që unë do të kisha si rezervë është, duke pa dhe ato që po ndodh në këto orë, është që kjo
ky projekt jashtëzakonisht i nevojshëm për turizmin shqiptar, që na ndron imazhin e ndron të gjitha, që ky projekt të vihet në pikpyetje eventualisht në orët që do të pasojnë nga ndonjë hetim i drejtësisë shqiptare, siç po dalin lajmet. Ja, sa të themu lajmin tani direkt. Ta themu lajmin tani direkt. Dhe unë nuk do të doja që një investim kaq serioz dhe strategjik për Shqipërinë të binte eventualisht nga një mos rakordim institucional dhe ligjor në lidhje me pronësinë mbi tokën, ku 4 miliard dollar ose euro, çfarë do qofshin, nuk vinë sepse ata që kanë paraqitur letrat si pronar të tokës dhe cilve investitori huaj ju a ka bler tokën, nesër pas nesër, eventualisht Qikën investitorë, mund t'ini dhe ai hikën në seancën më të parë gjyqit. Sekond hikën. Absolutisht. Është gjykata tona. Patjetër, me gjykata tona nuk qëndron këtu. Mos qoftë ky lloj varianti. Ja po ta them Skënder. Atëherë, sot nga ana e SPAK, Frok janë marrë masa kontrolli në 10 ambiente në Tiranë dhe në Vlorë. Hetimi ka nisur kryesisht, nuk ka kallëzim në SPAK për këtë çështje. Pra, një prokurore Edlira Kaçkini, mos gaboj unë. Sa e vështirë është që ja ta mbaroj shqiptarët veproj kryesisht. Më fal. Po, jo, se ta mbaroj. Pra nuk ka një denoncim SPAK. Pra prokuroria sot e ka nisë të gjë. Pra ka sekuestrim të dokumentave në 10 ambiente në Tiranë dhe në Vlorë, lidhet me ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura dhe për tjetërsim të titujve të pronësisë, që është edhe shqetësimi kryesor që vjen dhe nga Greqia dhe nga Athina. Pra për moment nuk ka masa sigurie, masa sekuestore të pronave etj, por ka sekuestrim të dokumentave. Dhe është për një nga dy pikat është tjerësimi i titujve të pronës. Këtu pastaj, po duash, tu e hapim pastaj, e hapim fantazinë dhe flasim pastaj për shumë gjëra. Do shtoj edhe një gjë të dytë, qoftë se megjithëse do flasim prap. Kam përshtypjen se, ja thash zotit Meçë kur po vinim, që nëse ti futesh këto muaj në internet gjen, mos them qindra, po dhjetra të paktën, disa dhjetra, materiale filmike, dokumentar, intervista, informacione, lajme, çfarë do materie mediatike, mbi një aeroport si aeroporti Vlorës, i cili ka kushtuar diçka më pak se 100 milion euro. Apo jo? Sa ka, nuk e di sa është. Poshtë 200, diçka di. Poshtë 200, po. Dhe vite ka jo që me drejt ju e vut ndukje. Si ka mundësi, brenda një jave ndodhin dy çuditëra të tilla. Jo vetëm ajo Sokol, por një projekt 4 miliard euro, i cili ka që lidhet drejt për drejt, kohë që flitet, edhe me atë shumë më pak i reklamuar, dhe qeveria shqiptare nuk e ka përdorur për mirë atë projekt të cilin të tjerët po e përdorin për keq. E vërtet është. Tani më fal, si mund ndodh? Nuk e di sa është. Tani sot ne unë mendoj që qeveria ka për gabim. Unë mund të jem pa informuar sepse sot Rama thot për shembull që ra varianti parë, ra varianti dytë. U hoq Marina, ra varianti dytë. Tani më fal, i çik transparencë duhesh. Po mi arrim te SPAK-u dhe pastaj mos se vetëm ajo nuk do të që e Marina se nuk ka Marina në Shqipëri. Ja ky është Frok, hetimet e SPAK-ut që shtrihen, që hapen thjesht me vullnetin e një prokurori. Në rrethanat që përshkruat ju, domethënë se thot lajmi, përderisa hetimet nisin kryesisht. Për një nga tezat cilët shqetësohet Greqia, pra për tjetërsimin e pronave. Atje për tjetërsimin e titujve të pronës, çfarë është themra e Akilit, si më thënë është gjëja kryesore. Nëse atje ka një, me siguri informacionet janë dhënë prej viteve të hershme që ka kontestime shumë të mëdha për atë zonë, për këtë arsye, për tjetërsim të titujve të pronar, do thotë që një pjesë e mirë mund të jenë dhe legjitime, po jo, mund të jenë legjitime dhe mund dalin që janë gjithë legjitime, por fakti që një prokurore kryesisht nis një hetim, do thotë që çështja është marrë seriozisht, do thotë që shkojmë pak më tej që tashmë çështja s'është më në dorë Greqisë, dhe në dorë Shqipërisë. Dhe do thotë që Greqia po luan me zjarrin pikërisht në këtë zonë. Dhe do të thotë që Greqia po luan në vend të Iranit, në Ballkan dhe në zonë. Dhe do të thotë që jashtëzakonisht shumë gjëra. Thjesht nisja kryesisht e një hetimi kaq të rëndësishëm dëshmon se kjo nuk vjen kryesisht, nuk vjen nga një prokuror, nuk vjen nga një Shqipëri, nuk vjen nga një Greqi.
këtu në këtë vend, në këto 2-3 ditë, është kryer drama, tragedia më e madhe që mund të jetë duke u kryer në epokën e re në këtë vend. Do të thënë, dhëndri i Trumpit, Kushner, konsiderohet si falangë hebreje. Të tjerë musliman konsiderohen si palestinezë. Teatri është bërë Yberja atyre që e mbështesin këtë gjë është Teatri çuditshëm. është bërë në një mënyrë, qamëria vjen për të mbuluar një pislëk, një maskarallëk alias grek. Domethënë, e gjitha kjo dëshmon, shiko, ajo është një fotografi e cila është shumë historike. Ajo fotografi dëshmon se atë që themi në Shqip, që zullumi këputet aty ku është me i trash. Do thotë që tashti s'keq thua më shumë. Do thotë që gjithçka është zbuluar. Ky është një fillimi, një pushtimi për Shqipërinë, realisht është një pushtim. Ky pushtim padyshim që do jetë fake sepse dy vendet të NATO-s nuk mund të bëjnë luftë ose do të zgjidhen në mënyrë tjetër, që këtu pastaj bien të gjitha tregon se janë fake. Do të thotë që Zvërneci është fake, aeroporti është fake, klima në Zvërnec është fake, e gjithë qëllimi është kapja e Tiranës. Duhet të bjerë Tirana. Greqia po sulmon Tiranën që të marrë qeverinë. Kjo është e drejtë për drejtë. Do me thënë, shteti grek nesër mund sjellë, në vend të tyre mund sjellë tank, se sipas mendes vet, po se besoj për arsye se sot e bëri zullumin më të madh, se e sulmoi me civil Shqipërinë. Edhe kjo është edhe qëllimi kryesor. Protesta e njerëzve është normale, pastaj unë e pash protestën. Protesta është janë njerëz normal. Pastaj se ç'a luan më poshtë, pastaj nëse dalim ke këto autobuzët, është shumë e qartë. E gjithë qëllimi është që faktori shqiptar të rriqet konflikt. Ishte vetëmi faktor në Ballkan, në rajon që nuk është në konflikt. Është në konflikt Turqi me Greqi, është në konflikt Serbi me Kosovë, është në konflikt Bosnjë-Hercegovina me Greqi, me Serbinë e tjerë. Je vetëmi faktor që ruan stabilitetin është faktori shqiptar. Qëllimi është Shteti shqiptar më saktë. Faktori shteti, sepse faktori janë dhe quhet dhe etnikisht. Shteti shqiptar është faktori kryesor që ruan stabilitetin. Pikërisht tërheqja e këtij shteti në konflikt do të thotë se do të krijohet unaza e zjarrit që ndan Europën me Rusi. E tërë qëllimi ky. Një gjë nuk e kuptoj. Ne vim pas një jave, pas vizitës së Dendias e tjerë, u fol shumë, pati shumë përqafime, pati... Tash një poshtë më shkruan dhe mua, lexoj Omerin thotë çka ka shkruar këtë Troja. Dhe unë e di çka ka shkruar Omeri te Troja, po prapë më duket e habishme pse brenda një jave krijohet një situatë e tillë. Në raportet, themi, se nivel të lartë po flasim, nuk po flasim si është grupe interesash, po flasim për nivel të lartë, flasim për reagimin e mbështetjes jashtme, flasim për reagimin e opozitës greke, e cila është totalisht e koordinuar me vjen e diplomacisë së Atinës. Flasim për këtë fotografinë që me thënë vërtetën ti e sheh vetë çfarë thotë. Pra le të themi, pse kalojmë nga një super javë, bëm një super emision javën e kaluar, u fol shumë mirë, ju nuk ishte se ishte në emision tjetër, por kishim zotin Barka, ku folën për marrëdhëniet e shkëlqyera ose momentin e shkëlqyer midis Atinës dhe Tiranës, edhe fiks një javë pas jemi këtu ku jemi. Se nuk bëhet fjalë për një policë privat që bën një idiotësi. Që, domethënë, finishi është në Tiranë. Çfarë po ndodh në Tiranë? Kemi të bëjmë me duket një kërcizat gjeopolitike e cila është diçka e pa kuptim. Unë ta filloja thjesht dhe shumë e rëndë për familjen Trump, që lakohet në mediat shqiptare dhe ndërkombëtare, se flasim për Kafi Merini që u hap diell. Faqe parë. Që është dhe gazeta më serioze greke. Tani është greko-amerikane, që është Papa Helas, foku e njëf. Kështu që New York Times është. Në kjo pikpamje duhet të vlerësuar një pikënisje në të cilën thjesht edhe familja Trump mund të reagojë të thotë Trump se një telefon over çat dreqin po gatuhet shumë me ne. Pse na përmendën kaq shumë ne?
ose na ke premtuar, do na rregullosh diçka. Them, kjo është hipotetike nga unë. Edhe sepse Rama ishte shumë i acaruar sot. Sa që kërkoj 2-3 herë, më thënë mund të iki të bëj se ka pëtëm një Rama. Njerë, e tha njerë, po e tha për herë Pare si parë. të shifrohet, edhe qa presioni ka pas. Në kjo anë, duke atë që the ti që edhe politika greke unifikua, Froku ka punuar shumë mirë me greket, shumë vite. Ka qenë dashamirë si grekëve tjera. Po dashamirë zemi prapë, dashamirë zemi prapë. Stavri, shumë dashamirë si grekëve dhe i Greqisë. Po jo të edhe grekët, ti është sigur, që më falë. Kolegët tanë, gazetarë grekë, me mandje, nuk e Po jam ti greku në shëthjesht, nuk ka problem. Na pikpamja ime gjithmonë flasë. Këto nuk ka ndodhur në 97-ën. Në 97-ën, kjo lloj, sepse mund të ketë edhe background fetar. Në qoftë se në Shqipëri do ketë një background fetar, siç po organizohet, është shumë e dëshme për stabilitetin politik në Shqipëri. Unë kështu po analizoj. Po kush po investohet e kjo, pa mirë? Po ka, sepse ka shumë pleksi, në qoftë se kemi një aks perëndimor, Izrael, Greqi, Shtetet e Bashkuara, këto janë unifikuara, pavarësisht se media greke kritikon Kushner. Janë të unifikuara si qëndrim geopolitik. Nga ana tjetër kemi Erdoganin. Këto tjetër ti? Zoti Rama i bëri qefin sot, muslimanëve i thotë që ne do sjellim atë nga Katari, thotë. Po me, nuk t'i qonë Erdogani këto autobusët të burë. Po të flasë për një element që ka të bëjë me stabilitetin politik në Shqipëri. E dyta, pse reagoi Tsipras, që kishe në sigël. Tsipras është një nga politikanët që ka mbrojtur më tepër minoritetin grek në Shqipëri, se sa Miçotaçi. Këtu këtë drejt. Dhe ka pas disa politikanë, si Goqias, Ministrisë së Jashtme, apo Kameno edhe Varoufaqi, Kameno i mbrojtjes së Afrikës, që ishin brisk për këto marrëdhënie ndërkombëtare. Në kjo pikpamje, do të shtroj një element shumë decisiv, e ka përmendur edhe këtu. Tsipras u prish me Tiranën, me Ramën, sepse miratoi ligjin strategjik. Tsipras i thot Ramës, mos e mirato. Edhe gjithë media shuajti ultimatumin Tsipras. Për investitorë strategjik. Investitorë strategjik. Pa të utorosh Rama. Ato kemi pasojnë. Unë kam një javë në një marë. Shumë e rëndë situata në një marë. Nuk ketë se ndot të ikësh, ti ishe vetë një marë. Nuk ketë se ndot të ikësh të shkosh dhe në një marë. Vetë në dalika, vetë në betonere, nuk ketë se ndot, nuk këti se do vej këtë turizm si vjetë. Në kjo pikpamje, një shtrirje e interesit grek deri në veri të Vlorës, do të thot edhe nga ana geopolitike se çfarë po gatuhet në këtë rast. Ka shumë të bëj ky fakt për të cilën themi që po vinë autobusat, se s'mund t'i ndalosh ti se ke ndaluar për votime, jo më për drejtën e pronës ata. Ata janë gjithë fshatarë të narqot që vinë aty tani. Kanë gjithë pronët aty. Do t'i japi një demosim të mirë Tiranës me të drejtën e tyre dhe s'ka. Në fund të fundit Greqia është një nga ata shtetet që po ndihmon në Bashkimin Evropian. Kështu që Tsipras... Me këtë, po e ndihmon? Jo, Greqia nuk ka dhënë akoma vetëm. Mos në citoni. E ka dhënë Gjermania dhe Hollanda. Jo, s'kanë dhënë veto. Nuk ka dhënë akoma. Mos në citoni. Dhe Greqia nuk ka dhënë veto. Po, rruga është për ta hequr fare sistemin e vetos. Edhe po e vunë, nuk e di se ç'do ndodh. Se dim deri atje, nuk e di. Po prapë. Po me shë. Atëherë më duhet që përsëri të ndryj me analizë. Në Shqipëri ka dy ngjarje, është ngjarja e Rrjollit dhe është ngjarja e Zvërnecit. Në Rrjoll, gjithë populli shqiptar mori vesh që kishin dy palë pronarësh, cilët kishin gati 10 vjet a 20 vjet që ishin në gjyq. Dhe në punë fare, vendimi i gjyqit caktoi njërin dhe gjithë marrëdhënia u bë me atë që vendosi gjyqi. Çka do të thotë që pretendimet e palëve në Rrjoll kanë qenë prezente. Ishte procesi gjyqësor i cili caktoi kush kishte të drejtën. Vim tani në Zvërnec. Ka 30 vjet që nga 97 që këto prona i posedon Artur Sheu, së bashku me të tjerë. Ishën edhe të tjerë, nuk shë vetëm edhe së bashku me të tjerë, bashku me të tjerë. Dhe deri më sot, nuk ka asnjë pretendim për tokë të zënë nga Artur Sheu. Fakti do të thotë që ky lloj pretendimi që këta njerëz vinë për pronat e tyre kështu, nuk është gjë tjetër përveç se lëvizje politike. Këta njerëz në 35 vjet nuk kanë ngritur një pretendim që atë janë tokat dhe Artur Sheu ja ka marrë,
Dhe me të drejtë legjitime në Republikën e Shqipërisë, asushi që me drejtë janë ngritur në i marrë në pronat e pretenduar të tyre dhe kanë ngryer procese gjyqësore dhe kanë bërë procese gjyqësore, këtu nuk kanë për asnjë. Pra pretendimi për tokën është thelbi i agresionit politik që bëhet sot në Shqipëri. Dhe prandaj jo pa qëllim t'i kapat dyja. Ndërkohë po të shtoj akoma më tej, nëse në Zvërnec gjithë media transmetuan problematikën dhe çdo gjë vajti në qetësi, po nuk pati protesta në Tiranë. Jo. Për këtë çështje, këta autobus organizuan protestën në Tiranë sot. Pra gjithë kjo lëvizje në vetvete nuk lidhet thjesht as me çështje pronësore. Nuk lidhet me çështje pronësore, sepse si kanë ngritur deri më sot. 35 vjet si kanë ngritur asnjëri nga këto pretendime që dalin sot. Sot po dalin, bre, jo sot, po dje për herë të parë ke dëgjuar pretendimet e tyre. Sepse çdo lloj pretendimi pronësor kalon në proces gjyqësor. Le të dalë njëri prej tyre sot të thotë, po, ne kemi bërë një proces gjyqësor, asnjëri. Këta 400 veta që kanë pretendime pronësore, si që deklaruar tani, ka bërë dhe njëri prej tyre në një akt për të njohur një pronë të tij. Kam 12 vjet. Dhe ky është fakti. Ky është fakti. Ky është fakti zoti. Dhe në Zvërnec po flas, lere mos e zgjero muhabetin. Jam në Zvërnec. Jam në Zvërnec. Gjithë ngjarja po zhvillohet për Zvërnecin. Unë jam brenda territorit fizik të Zvërnecit. Brenda territorit fizik të Zvërnecit, jo territorit fizik të Zvërnecit për të vërtetës, por atë territor që 30 vjet e ka në pronësi, 30 vjet e kanë pronësi me dokumenta. Si ka marrë? Por, çfarë po ndos tani dhe një gjë tjetër që për mua unë e kam ngritur dhe vazhdoj ta ngrej dhe do ta ngrej tani. Në qoftë se këtë ngjarje e kishim në Riol dhe Spaku nuk mori asnjë iniciativë. Asnjë. Gjithë media shkruajtën. Çështja arriti u bë jo vetëm mediatike, po u bë dhe proces gjyqësor, u bë edhe problem serioz. Edhe sot e kësaj dite po diskutohet, nuk pati ndonjë iniciativë kryesisht. Pa filluar çështja, diu hap çështja. Sot Spaku filloi kryesisht. Dhe ai sekuestrimi dokumentave për mua, ai është problemi numër 1 që ka. A e dini juve që inqeratorët në Shqipëri janë bllokuar fal bllokimit dhe sekuestrimit dokumentacionit që ka bërë Spaku? Sa nuk flet deri për këtë punë. Fal bllokimit që ka bërë Spaku, nuk po virret në punë as Fieri, nuk po virret punë as Elbasani, nuk po virret punë as Tirana, që ta dini. Sekuestrim i dokumentacionit. Sekuestrim i dokumentacionit do thotë mbyllet çdo gjë. Edhe po bëm 5 vjet që inqeratorët e Shqipërisë nuk po vjen punë fal këtij sekuestrimi. Po na ndodh tani që në Zvërnec po bllokohen dokumentat, po sekuestrojnë dokumentat bazë të investimit, që janë pronat. Këtë popull shqiptar mirë është që ta shohë edhe këtë fakt. Sepse në qoftë se pretendojmë që Spaku është në administrim të faktorit amerikan që është prezent dhe është prezent, nuk mundet që faktori amerikan të ngrej plot kundër vetes së vet. Pra, unë e heq këtë gjë. Dhe është së fundmi rasti parë në historitë e Spakut. Hetimi kryesisht. Një ndërhyrje vockë. Me njerë pas publicitetit. Dhe rikthehemi dhe flasim ku shkojmë për këtu dhe çfarë pozita... Do kja dhe dje dhe sot ishë një mund tjetër. Ja, një sekundë. Nuk janë në qështë teknike. Ja, një sekundë. Që të kemi vendimi në përshkruaj që të flasim edhe pse në pozitën më të vështirëset gjithë sigurisht qeveria. Do flasim pak çfarë bëri ajo deri tani keq dhe çfarë duhet ndryshoj nga këtë tutë. Rikthehemi pas pak. Ka ende projekt, por laguna nuk preket. Kryeministri Edi Rama adresoi opinionin publik duke njoftuar masa të ashpra për dhunën dhe gardhin ndaj protestuesve kundër investimit në Zvërnec. Kompania që ka marrë përsipër këtu të bëj gardhin do paguaj një gjop të majme. Dhe natyrisht pastaj për atë dhunën për të cilën ajo kompania tjetër nuk do punoj më në Republikën e Shqipërisë. Për kryeministrin gjithë ngjarja është një kurth për Shqipërinë, duke vënë gishtin fillimisht nga fqinjët e poshtëm grek tek grupet e atashuara pranë një besimi fetar apo pro kauzës së Palestinës. Gazetat greke që janë mbushur sot gjitha me kauzën tuaj. Për herë të parë dje dëgjova që aty pas ka një popullsi homogjene greke
këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, edhe legjenda se shteti po ja fal atë tokë Izraelit për të sjellë palestinezët në Zvërnec. Mund të konsiderohet nga ata që i thonë vetes musliman, po vetëm musliman nuk janë. Vetëm Allah dhe Kur'an nuk kanë. Presh të parë, kryeministri Saroj se toka nuk po jepet Izraelit, por investimi është i çiftit Kushner-Trump, dhëndrit dhe vajzës së presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, me bashkëinvestitor nga Katari. Ju e dini shumë mirë se kush janë njerëz të interesuar, se e di gjithë bota. E mbar flet për këtë projekt për shkak të njeriut që e ka promovuar projektin, Jared Kushnerit. Kanë ardhur investitorët, ka ardhur dhe ajo zonja në Vlorë, nuk ka ardhur në Vlorë për të bërë pushime, nuk ka ardhur në Vlorë për të bërë fotografi. Dy bashkëpronarët e kompanisë Power Holding nga Katari, një nga fuqitë më të mëdha të lindjes mesme. Por kryeministri konfirmoi se aktualisht projekti fillestar u është kthyer mbrapsht dhe aktualisht nuk ka as studim mjedisor dhe as projekt arkitektonik. Kemi thënë që po bëhet një projekt, por nuk e kemi projektin. S'është bërë gati akoma. Nuk e kemi studimin mjedisor, s'ka ardhur akoma. E para, është e shkruar. Projekti do të zhvillohet vetëm në prona private me titull pronësie. Laguna nuk preket. Është e shkruar dhe zhvillimi nuk mund përfshi marin. Është e shkruar. Ai paralajmëroi se në rast se investitorët tërhiqen, atëherë Shqipëria rrezikon një tjetër dështim si ai me Porto Montenegron në qeverisjen e Sali Berishës. Atëherë e di çfarë do ndodhi? Do ndodhi tragjedia e Port of Montenegros, po nëpër masa të kësaj kohe. Porto of Montenegro, që bëri fatin e Malizi, u ndërtua nga dikush që u sorollat nëpër Shqipëri me vite. Dhe e hidhnin dhe e prisnin. Donte të bënte portin e Durrësit dhe vajtin Malzi, dhe sot Malizi i ka pagat më të larta. Rama tha se kjo çështje e ka prekur thellë. Ai sa mendoi për një moment largimin si kryeministër. Më kam bërë të mendoj edhe që t'ju përulem thellë për ndejën e madh që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjesë për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duart që do zgjidhni vetë pastaj për të mbrojtur Shqipërinë nga të huajt. Por ai është i vendosur në objektivin e tij për një Shqipëri moderne, me turizëm elitar dhe jo më me bukë me vete, kurse një apel kishte për protestuesit që kanë dalë kundër investimit. Po këtu është vendi tani për t'ju treguar se si ju kanë manipuluar, se si ju kanë tërhequr, duke shfrytzuar pikërisht abetarin, unë kujtim përfundimtar, turizmin e masës, nuk e lë dot si pjesë misionit tim. Unë dua të lë gjërat cilat bashkë me ju t'i bëjnë të mundura dhe t'jenë krenar në gjenerata fëmijët tanë. Mirë, i kthehemi pas të reagimit fort dhe tash për të Edi Ramës sot. Ndërkohë, kam disa zhvillime të tjera. Në Parlamentin Evropian, Fredi Beleri sapo ka bërë një pyetje, i cili sipas Elada 24, që është një faqe greke apo jo? Po. Fredi Beleri ka bërë pyetjen në Parlamentin Evropian, si mundet një vend që aty në Europë të sillet me minoritete në këtë mënyrë dhe ju merr pronat, ka thënë Fredi Beleri. Megjithatë ka reaguar Tsipras pak minuta më herët, i është përgjigjur zoti Rama. Një reagim i fort, i ka thënë që nuk mund t'i kujtoj atij retorik nacionaliste si një person i cili ka nënshkruar marrëveshjen e Prespës, pra me Maqedoninë, dhe nuk mund t'i mbajë leksione publike në nacionalizmin apo për të marrë në shekullin 21. Thot Tsipras në reagimin e tij dhe nënvizon se ka folur me Ramën prej më shumë se një dekade sa i përket mbrojtjes së drejtave dhe garantimit të drejtave pronësore të gjithë qytetarëve shqiptar, përfshirë dhe anëtarët e minoriteti grek.
Megjithatë, në fund mesazhit ti ka tonë emisore, Cipras duke uruar suksese dhe duke shprehur themi shpresën për bashkëpunim për integrimin evropian në Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë, një miku im nga Greqia më thot një detaj që ndoshta jep kuptim gjës sot, ERT-ja në raportimin e saj dje pas dite theksoi se pavarësisht se incidenti nuk duket lidhet drejt për drejt me çështjet e pronësisë, ambasada e Greqisë në Tiranë kreu të gjitha demarshet e nevojshme dhe këtë ka thënë televizioni grek dhe ka thënë gjë tjetër. Pra, dhe televizioni shtetëror grek ka mbajtur një gjysmë distance sigurie nga situata Stavri. Po kemi pasaj zotin Beleri që Zoti Beleri është detyruar të bëjë sepse prandaj është votuar nga kjo pjesë. Kemi në fakt një acarim të Ramës me Ciprën. Unë mendoj që gjatë deklaratës së Ciprës ishte shumë e shkurtër, por koncize, ai përmendte fjalën autodiathesis. Autodiathesis do të thotë në greqisht, do të thënë që vetë vendosje, vetë deklarim, vetë i përmbledh të gjitha ato fjalët për minoritet. Kjo me vetë vendosje Edhe kjo është shkaku që e ka caruar Rama. Nga ana e qeverisë greke ka pas reagim institucional, kurse nga ana Cipras me pak koncis dhe në rest. Po me çik ndikim, të thojmë prapë, edhe brenda me çik ndikim diplomatik. Përposhtë kësaj, do të thënë që gjithmonë unë analizoj në bazë të zhvillimit gjeopolitike, besoj, do të kemi. Unë e shoh që lëvizjen që bëhet me ishullin e Sazanit është që ishulli i Sazanit është konsideruar i shitur. Po si konsiderohet kjo përshtypje përgjithshme? S'ka që dëgjoj mendimin tim. Po më dëgjoj mendimin tonë, po s'ka ku se do e kalojnë parlament. S'ka si Marina e Durrësit. Atë po them dhe unë se nuk ka mundësi Kushner të marrë në dorëzim ishulin e Sazanit si investitor strategjik. Kjo është e gjitha. Pse s'ka mundësi? Po s'ka mundësi të jepet ishullit e Sazanit, sepse asnjë investitor i kësaj Fondi Katar më 4.5 miliard. Të lutem shumë, gazetë italiane, amerikane thonë shitur 1.4 miliard euro. Po më si është shitur tani se e kupton çfarë po flasim, çfarë thon gazetat italiane apo amerikane? Gazetat italiane çfarë thon? Doni ta kuptoni, doni ta kuptoni. Jo më dum ta kuptojmë, po që të shitet ajo thua ti, ka i letë më firmos dikush poshtë. Doni edhe një herë. Ata e duan me garanci të plot ta kenë të tyre në zotëri. Si mund ta kenë të tyre? Po ta sot më kryeministri tha, nuk ka për të shitur toka as kujt, toka i mbetet Shqipërisë, shteti shqiptar. Ka qenë në gjendje emocionale të tillë. Varet si ka thënë tjerë. Atëherë i bie që neve të ballafaqohemi me shtypin e huaj që thotë të fund. Jo, varet këtë do të besosh. Okej. Megjithatë, le të marrim këtë version. Unë dua të besoj Ramën, nëse Rama do sheshi tokë shqiptare, apo do e fali tokë shqiptare, pastaj le të marrim versionin e blerjes. Ta marrim vetë përsipër. Që të marrësh versionin e blerjes, duhet ndryshohet kushtetuta. Po jo më të blerjes është leasing o burr, është tokë, se si toka mbetet. Jo mos është tokë, është pikë strategjike e Shqipërisë valla. Cila pikë strategjike, aty tash shiko, ti ke qenë 100 milioner më shumë se mua në Sazan. Unë ja 2 herë kam qenë. Aty vetëm gur dhe gjarprin ka o Stavri. Ky paralizim po bëhet aty tani, midis tokës së Zvonecit dhe Sazanit. Ti marrë të dyja së bashku me një. Po e thamë, nuk e fsheu, ai tha janë një projekt tash i përbashkët, dhe ajo dhe kjo. Nuk e fsheu kryeministri sot. Dhe nuk e ka fshehur, ne kemi ditur gjithë. Është përbashkëta sepse ka premtuar të mini kështu me këtë në mjet saj. Jo thon ata, e duam të bler. Kë duam bler, po kush e thotë? E thot media ndërkombëtare, kush e thot? Po ka pronar mos Zvoneci, aty kanë rënë dakord, kanë rënë dakord me pronarët, e kupton? Kjo është, domethënë, çfarë duhet bëj shteti? Ta ndalojë një investim 4.5 miliard dollar. Jo, le ta japi valla. Po jam e ke lajmin të japi familjes Trump valla. Ora, e ke lajmin sot 1.5 parlamentin ndryshoi kushtetutën. Mos zotri, sot ke lajmin porti i Elefsinës 1.5 miliard dollar. A e ke sot lajmin apo për portin e Elefsinës? Çfarë se ka kjo? Jo, më pas si s'pas ka rëndësi kjo. Ti si Greqi mund ta. Ti si Greqi, si po prit më se sa ka mbledh parlamentin. Nuk është projekti, po nuk është mbledh parlamenti. Problemi ka mbledh parlamentin. Po s'ka kaluar mos çfarë ta mbledhi? Nuk ka kaluar akoma. Nuk ka kaluar. Çfarë mbledh? Po të jap fjalën Skënderit lutem. Po. Tash ti domethënë Elefsinën ai ta japi 1.5 miliard, ne, jo, nuk mund ta japin 4.5 miliard. Duhet marrim mbledh. Po ku të marrim mbledh mos ta vë? Jo, për zotë një, ata i ka bën gjitha me regula me parlament, me gjitha me kushtetut. Po prit më dhe kjo duke i bërë, si ka bërë akoma, po s'u bërë zëma. 13.000 kilometër brivi brevetare dhe vetëm 5% e ka të zënë me ndërtime. Tani... Po për tjerë qaj ka? Bosh. I ka gjujnë peshk, ka? Bosh. E mirë, okej, dakord, po. Tani, nesë, ne nuk kemi 13.000, kemi 400, kështu që është logjika shifrave. Jemi shumë më në trysnine. Ndaj mi ka të ndisë kështu. Po mirë pra. Kjo pjesë nga ka qëlluar në ndjellë. Tani problemi është tu që e para njerë
kjo psikodrama, domethënë, shqiptaro-greke, që është pak e shumtuar. Estisur. Mund duket estisur, po. Sepse unë nuk e marr dot vesh që, për shembull, të ketë konflikt mes dy vendeve diplomatik për një vend si Zvërneci, është kaq shumë në veri sa që nuk jam mbush dot mendjen askujt. Se mirë kemi dëgjuar gjithë jetën himaren, shumë mirë, dakord. I dim arsyet, i dim lojtarët, edhe himara 50 milje më poshtë është. Po, më fal, gjithsesi, Sokol, e kupton ku ke kaluar në veri të qytetit që ka shpallë pavarësinë e Shqipërisë. Tani, fal se është shumë ironike kjo punë. Tani të flasësh për prona greke, një vend tjetër që prona qytetarëve që mund të jenë grek patjetër. Po mund të jetë patjetër, më mund të jetë qytetar grek, mund të jetë qytetari dy vendeve. Etnik qytetari dy vendeve. Do jetë Kuks flasin gjithë. Po tani fal se kjo del tani shpejt do jetë kjo del pak si ajo fabula humoristike PBD1 si kishte dek dhe në Kukës edhe në Puk, domethënë. Tani Bashkimi i Drejtave Njeriu. Po, por më falni që unë dukem sikur po dua ta reduktoj, se nuk dua fare. Por realisht unë nuk mendoj që një projekt i tillë të mund të cënohet nga 18 apo edhe 88 autobus që mbajnë nga 50-60 veta secili, dhe as nga një inkursion diplomatik, sepse vazhdoj ta besoj që Shqipëria sot nuk është më ajo e para 30 viteve. Nuk e besoj dot këtë punë, sepse realisht nuk mendoj se jemi në vitin 97. Kjo e spagut me gjithë atë. Atëherë, më fal, Sokol, unë atëherë... Se kjo zonja pas ka dhe mbjemrin e një ish drejtorit shikut 97, se cili atëherë në fakt u ngrit kundër Greqisë. Po të bëjmë kështu paralelizmash, dalim të këto emisionet e më fal. Nga mbjemri unë nisa. Dakor, në rregull. Nga mbjemri unë nisa. Po, tani, problemi është që vërtet spaku ka nisë hetim kryesisht. Por gjithsesi do shifet se çka ka brenda hetimi. Do të thotë, s'ka shumë shkallë gjykimi pastaj. Frika ime është, po e përsëris, që ky projekt shumë i nevojshëm për turizmin shqiptar dhe për Shqipërinë të mund të cënohet sadopak nga zhurma dhe nga mërzia që mund të krijohet tek investitorët për një aferë gjyqësore e cila prevalon mbi çdo lloj afere diplomatike që është më e parancishme, sepse po folën gjykatat, çdo perëndimor dhe amerikan që vinë, qofshin, ose investitor të tjerë, gjykatat i shohin me një sy drejtësinë, pra, kur duan të hedhin para në drejtësinë e shohin. Po kjo sekuestra e dokumentave këtë thot, një investitor që do merr 4-5 miliard thot, çfarë thot, nuk operojmë dot ne, pse ti ka marrë kjo? Për momentin kjo prokuroria këto thot? Nuk ngrem dot teori konspiracioni që spak ka ndërhyr aq më tepër që siç e tha Meçe, është një investim amerikan. Komentimet bëjnë ju. Fakti është ky që sot Tiranë, Vlorë, 10 zyra sekuestru dokumentat nga lidhur me tjetërsimin e procesit. Dhe unë kam një pyetje, se nuk kemi shumë minuta, kam një pyetje për të katërt ju, po ju lutem sa më shkurt. Po e nis me ty Frok. A mundet Edi Rama të rishet nga ky investim? Se ka shumë veta që krahasojnë protestën e armëve kimike, protestën e studentëve etj, ku Rama nuk ka asnjë ngjashmëri. A ka mundësi Rama të rishet nga ky investim? Nuk ka asnjë ngjashmëri me armët kimike. Atëherë ishte një fakt, armët ishin, çështja e Zvërneci nuk ekziston. Nuk ekziston si çështje siç e ngrenë këta. E para, e dyta, nuk mund të tërhiqet, sepse nëse tërhiqet, do të thotë se tërhiqet tërë stabiliteti i vendit prej 12-13 vjeç. Dhe e katërta, çfarë është shumë e rëndësishme nga ajo që thatë, sekuestrimi i dokumenteve nga prokurori do të thotë se garantohet investimi amerikan. Ti e shef ndryshe? Patjetër garantohet investimi amerikan, sepse ky presioni që bën Greqia është presion në të njëjtën vijë me rjollin, është presion nuk i bëhet presion Shqipërisë në një farë kuptimi, i bëhet presion Donald Trumpit dhe Amerikës. Do thotë që do ta tërheq me patjetër presidentin e Amerikës në pozitat që Greqia me siguri mendon se është i dobët, dhe ta tërheq pas vetes në raport me Turqinë. S'ka asnjë çështje tjetër. Do thotë është gjobvendje, në rjoll ishte gjobvendje ekonomike, në Zvërnec është gjobvendje e një shteti tjetër për arsye politike dhe geopolitike me Amerikën. Pas 2 ditësh Greqia do të iki, do të sprapset për arsye se do marrë një përgjigje ose do marrë përgjigje fare nga presidenti amerikan. Erëtoja, temi të jepi idenë që shteti grek, pozicionet zyrtare shtetit për te reagimit të ambasadës greke, duket që është më i rezervuar sot. Mund të rishet Rama nga Zvërneci për shkak të gjithë të represionave. Atëherë, së pari do të themi... A e ka mundësin të rishet një? Jo, do të themi një gjë së pari.
Sazani nuk do të shitet. As nuk është vënë fare në një diskutim dhe nuk ekziston absolutisht në legjislacionin dhe kushtetutë në Shqipërisë protokolli i shitjes territorit. Ekziston një gjë, që është ndërtimi i shoqërisë së përbashkët dhe bashkëpronësi në kryen e një investimi. Dhe kjo është legjislacioni shqiptar, ashtu si çdo pronar i cili është pronar tokë sot dhe bashkëpunon me investitorin dhe të dy bëhen bashkë investitor, ashtu dhe shteti shqiptar është bërë në Durrës me të njëjtën formulë, me të njëjtën formulë do të jetë në Sazan. Në Sazan, Republika e Shqipërisë do të jetë bashkëpronare dhe pjesa që do të fut në investim është tokë asgjë tjetër. Dhe pastaj janë këto infrastrukturat e tjera. E mbyllur ky kapitull që mos hapet sepse hap. Ajo që ju thatë është, edhe nëse Rama do të kërkojë të largohet, nëse sot ka individ të cilët natyrisht në mbrojtje të interesave të qarta tashmë, nuk është çështje prone, është çështja e tregut turizmit i cili në Shqipëri ka marrë për masa të jashtëzakonshme dhe po bën rrezik. Dhe aq më tepër, vërtet folet për investitor strategjik, po s'ka punë në Greqia për investitorin strategjik në Shqipëri, sepse është e drejtë dhe është sovraniteti i Shqipërisë për ta bërë një gjë të tillë. Por një update. Është tërhequr qeveria në Kulish. Është tërhequr qeveria. Po ka thorama, Por Greqia interesohet sepse investitori strategjik praktikisht prodhon nukle konkurrues për Greqinë dhe kjo gjë shqetëson Greqinë. Po e përmendja sot Four Seasons, Atlantis. Dhe Zvërneci është një investim i cili ka për të qenë absolutisht konkurrues. Dhe ju e dini Machiavellin, mos lërë në kufirin tatë të zhvillohen, ai thonte shtete, unë them investime të cilat konkurrojnë. Por që ta mbyll unë, dhe nëse Rama do të kërkojë të largohet, dhe nëse do të ndodhet përballë presionit të 30 makinave, 20 makinave së bashku që vinë nga Greqia, janë disa shqiptarë këtu në Shqipëri, njëri për cilë jam dhe unë, që të organizoj protestat e mia që ky për investim të bëhet, sepse kam bindjen e plotë që pavarësisht asaj që ne ngreme të madhe që qeveria duhet të jetë transparente, sepse është investim për ne. Në transparencë ai i mbyll gojën kujdo që pretendon për oligark, që natyrisht do të ketë, se në fundit oligarkët e bëjnë këtë punë, nuk e bëj dot unë dhe ti. Oligarkët i quan interpretim ideologjik. Dhe nëse ne sot po futim në portat e Shqipërisë, nëse ne po futim në portat e Shqipërisë, dy konjunktura investimi të jashtëzakonshme, njëra me influencë jashtëzakonshme si financiare dhe politike në Amerikë, dhe tjetra me influencë të jashtëzakonshme dhe super të jashtëzakonshme si politike dhe ekonomike në Katar, kjo është fitoria e këtij vendi dhe ne do të luftojmë që ky investim, e sikur Rama të pretendojë të largohet, ai të bëhet. Stavri, mund të rriqet Rama nga Zvërneci? Tani e tham, gjithë boshti kryesor është, domethënë, lakimi i familjes Trump në këtë mënyrë, në këtë lloj Shqipërie dhe në këtë lloj mediash. Sepse kemi arritur në një konkluzion që dojmë në sovranizëm. Sovranizmi fillon me familjen, me pronën, vazhdon me administratën, sovranizmi i administratës lokale, që janë zero të dyja, dhe shkojmë drejt sovranizmin të gjithë pushtetshëm që është qeveria. Gjithë pushteti qeveria. Të tjerët pastaj nuk kanë sovranitet. As gjykatat, as prokuroria, as opozita, më keq akoma, etj. etj. Pra, ne me vuajmë në koncepti sovranizmit që për fat të keq, në qoftë se do të zgjasin akoma me incidente dhe me protesta të ndryshme, nuk e di se si mund të zhvillohen protestat, unë shoh Ramën, shoh në një pozicion shumë të vështirë. Skënder? Pozicioni vështirë është. Më ka habitur, po përndër, më ka habitur shumë sot fakti që aje filtroj disi idenë që nëse ju dëshironi, unë edhe mund të lëm këtë punë. Pra, jo, nuk ta mund të lëm, nuk e ta mund të lëm. Që ishte një ide për afërt, me fjallë. Nga ardhur një mendim sa që dhe mund të kthehem. Nëse s'doni mund të kthehem atje, dhe më thënë. Për veten e ti po, që kam një momenta mendova largimin. Ishte konteksti qartë. Po nuk ishte, leta përmbledhim duke thënë që nuk ishte ai personazhi i zakonshëm që ne njohim, që ky është kufiri, kush do le të futet brenda, kush s'do le të rrim atan. Pra nuk ishte personi që e ndante me një frazë situatën dhe që s'kishte dilema. Sepse duke e njohur politikani Rama, ai sheh shumë mirë, mendojnë, më mirë se çdo gjë tjetër, sheh përbërjen
dhe matësinë e turmës si faktor në politikë. Kam përshtypjen se Rama i paradites dinte diçka për protestën pas dite dhe të shohim se çfarë dinamike merr. Megjithatë, unë mendoj që nuk është prap kjo pika e rrezikshme e cila mund ta bëj projektin dështoj. Unë i rri sërish korsisë së drejtësisë, e cila tek ne ka futur në burg dhe po keq trajton edhe ish president, jo më pastaj disa shitës tokash, domethënë, cilët natyrisht i konsideron vegjël në krahasim me reputacionin që ka ndërtuar këto vite. Ka problem fakt, sepse për shembull ai emri që përmendi Meçja, Artur Shero, është shtetas amerikan dhe jeton në Amerikë. Megjithatë kjo është problemi i drejtësisë, të zgjidhur vetë si problemet e veta. Por a mund të rrihet Edi Rama nga Zvërneci? Vetë Edi Rama sapo i është përgjigjur kësaj pyetje me një reagim të tij në rrjetet sociale, ta anulloi projektin, për këtë i thirret në protestë njerëzit e mirë që ju erdhën pas edhe sot. Jam dakord, thotë Rama, sillni projektin dhe anullojmë. Po si bëhet që nuk keni çfarë sillni sepse ende nuk ka projekt? Ky është pjesë e reagimit Ramës, i cili sigurisht vazhdon edhe më tutje duke sqaruar edhe një herë ato që tha sot paradite. Sigurisht situata mbetet interesante, mbetet në zhvillim, sepse në fund fare, siç tha dhe Skënderi, Shqipëria nuk është më Shqipëria e gati 8 sa i bie, 25-26 viteve më parë, gati 30 vite më parë, vitit 97. Sigurisht Greqia mbetet një vend mik, një vend aleat, ka drejt vetoje. Por siç ata Rama ndikur në intervistë me mua në Këshillin e Sigurimit tha, nëse mbetet puna e Fredi Beleri tha, më mirë, mos ta integrojnë në Europë. Faleminderit Çavi. Faleminderit Meçe, faleminderit Frok, faleminderit Skënder. Ky ishte Histori Personale. Bashkë jemi ndarkë në ora 10 me Zërin e Shqiptarëve. Deri atëherë, mirupafshim.